studentët shqiptar A do përgjysmohen tarifat. Bursa e tyre do t'jetë 200 euro. Do hiqet mesatarja. Do bëhet gjithçka për punësimin e tyre. Për Shqipërinë është jetike që studentët shqiptar, të rinjt shqiptar, ëndrrën e tyre ta ndërtojnë në Shqipëri. Çiftet e reja do të kenë kredi të butë në mbar vendin kudo që të ndodhë. Studentët do kenë përparësi të mëdha në punësim. Sektori privat që do punësoj studentët do ketë lehtësi fiskale për ta. Sektori publik do t'jetë i hapur. Pra, qëllimi ynë nuk është që vetëm studentët që studiojnë në Shqipëri dhe mbarojnë të qëndrojnë, por synimi ynë është dhe do jetë rikthimi në Shqipëri i qindra dhe mijëra trive që shkollohen në Perëndim ose që punojnë për të ndërtuar ëndrrën e tyre në Shqipëri.